Negociatat SBA-Rusi për arritjen e shpejtë një armëpushimi në Ukrainë kanë dështuar dhe planet e deritanishme për paqen s'kanë dhënë rezultat. Pak ditë më parë, i dërguari special i Shtëpisë së Bardhë, Keith Kellogg, ka zbuluar planin zyrtar të SBA-s. Ai përfshin një ndarje 3 palçe të Ukrainës dhe krijimin e një zone të çmilitarizuar në pjesën lindore. Kellogg është zyrtari i parë amerikan që ka propozuar rrjedhën natyrore të lumit Dnepër si një vit demarkacioni për një zgjidhje të pasluftës. Në një intervistë për The Times, mes të tjerash, tha edhe një shprehje që u kritikua shumë nga analistët. Ne mund të arrijmë në një zgjidhje të ngjashme me atë të Berlinit pas luftës së dytë botërore, me një zonë ruse, një zonë franceze, një zonë britanike dhe një zonë amerikane. Ky krahasim nënkupton një Ukrainë të mundur, sipas modelit të Gjermanisë naziste, por pas polemikave Kellogg reagoi në X dhe korrigjoi deklaratën. Unë doja të propozoja një forcë ndërhyrëse pas armëpushimit në mbështetje të sovranitetit të Ukrainës. Në deklaratë po referohesha zonave të përgjegjësisë së një force aleate pa trupat amerikane. Nuk e kisha fjalën fare për një ndarje të Ukrainës. Kellogg propozon ndarjen e Ukrainës në 3 zona, secila e kontrolluar nga forca të ndryshme shtetërore ose ndërkombëtare. Ekzistojnë 2 pika demarkacioni, lumi i Dnepër dhe vija e frontit në Donbas. Zona e parë, në perëndim të lumit Dnepër, ku përfshihen Kijevi, Lvivi dhe Odesa. Ato do të vijnë në mbrojtjen e armatosur të koalicionit të vullnetshmëve, i famshëm i shteteve evropiane, të udhëhequr nga Franca dhe Britania e Madhe. Zona e dytë e përcaktuar nga vija e frontit të Donbasit dhe duke përfshirë Donetsk, Lugansk, Kherson dhe Krimen. Kjo do të jetë nën kontrollin rus, si ushtarak, ashtu edhe administrativ. Zona e tretë në verilindje të lumit Dnepër dhe bëjnë pjesë Kharkiv, Dnjepro, Zaporizhia dhe Sumi. Ato do të mbeten nën kontrollin e Ukrainës. Midis zonës së dytë ruse dhe zonës së tretë ukrainase, përgjatë kufirit të përfaqësuar nga fronti aktual i luftës, do të ketë një zonë të çmilitarizuar që varion nga 18 deri në 30 kilometra gjerësi. Pika më veriore do të ishte kufiri rus në kryqëzimin e 2 rajoneve ukrainase të Luganskut dhe Kharkivit, ndërsa pika më jugore do të vendosej pranë lumit Dnepër, pak më poshtë Zaporizhias. Jam këtu me zonin Xhavit Shala, ekspert sigurie me mbrëma zë Shala, me kapiten Dritan Goxha, me mbrëma kapiten, nga Serdhe, Ledion Krisafi, ekspert e geopolitikës, me mbrëma zë Krisafi, dhe Enita Bozhego, avokate, po ekspert e drejtës ndërkombëtare, me mbrëma. Zoni Shala, ndërkohë që bëhen negociata për paqe, negociata në fakt me shumë pikpyetje, me shumë gjëra që thuan dhe me më shumë gjëra që nuk thuan, doli dhe skema për ndarjen e Ukrainës, pra për kapitullimin e saj, si thua, në lloj formë. Dhe tani me aq sa perceptohet. Por në ndërkohë, Ukraina reziston në front. Në vërtet, zonën e Kurskut që ishte territor e humbi, ka humbur disa qyteza apo fshatra të cilat janë një përparim kilometrik shumë i përmbajtur i ushtrisë Federatës Ruse, që në kupton një rezistencë shumë të fortë të Ukrainës që vazhdon. Tani pyetja ime është, janë 3 pyetje në fakt, një po do ta bëj për gjithë panelin. Ore, furnizimi me armë amerikane e europiane vazhdon? Furnizimi me informacion nga sistemi Starlink i Elon Muskut vazhdon. Shkëmbimi informacione sensitive nga shërbimet, po themi, të specializuar amerikana për europiana perëndimore në ndihmë të Kievit vazhdon apo jo? Për mua në këndvështrimin tim këto vazhdojnë të trija. Dhe më thonë, edhe furnizimi me armë, mi thuaj me një. Edhe furnizimi me armë kryesisht nga Europa. Nga Amerika është ajo që ka mbetur, me sa duket. Furnizimi me informacion që është edhe nga inteligjenca amerikane, si vetë Trumpi, kur pajtua, në thojza me Zelenskin, e riktheu shërbimin për të furnizuar me inteligjencë, dhe gjithashtu edhe nga shërbime tjera, partnere. Pra, do më them që Ukraina ka sy, ka dhe vesh? Ka sy, ka vesh, po s'ka kapacitetet mëdha për në front.
për në front nuk mund të japi dot më shumë kapacitet sa ka vetë Ukraina. Nuk po zbythet nga ndonjë ofensiv. Jo, në përparim të madh nuk kanë ruset, por me sa duket kjo punë kështu do të vazhdojë dhe prandaj ruset po përpiqen me çdo kusht që me atë taktikën e vonesës ta shtyjnë sa më shumë një armëpushim në mënyrë që të paktën të arrijnë të kapin ato pjesë të pakapura të rajoneve të cilat ata i kanë bërë pjesë të kushtetutës së Federatës Ruse. Java që kaloi Zhej ka pas zhvillime shumë interesante nëse do t'i shohim për herë të parë presidenti Trump bëri fajtor edhe Putinin për luftën. Pra, ka qenë dita Han, ka qenë një takim me presidenti El Salvadorit dhe presidenti Putin ndërmjet tjera bëri një deklaratë trehen fajtorët. Aty normalisht fajtori kryesor do dilte Biden si gjithmonë, po fajtori ishte Putini që sulmoi dhe Zelenski që u mbrojt. U shprehimisht kështu, domethënë Zelenski duhet ta dinte që me ka të bëj, pra ideja ishte që duhet kishte kapitulluar. Pas kësaj... Por në gjithë gjë, amam i mbati kraun Putinit Trumpin në rastin e sulmit që u bëna. Po, ai e tha atë që ishte një gabim, domethënë të qush gabim atë është shumë, domethënë të bësh një minimizim. Dhe e dyta ishte që për herë të parë gjykoi Europa përfshihet në tavolinën e bisedimeve. Pra, takimi i Parisit tregoi që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk mund të bëjnë paqe dhe nuk mund të ketë paqe në Ukrainë pa prezencën e Europës. Takimi ishte shumë anësh, ishte interesant dhe paralel me këtë takim, pra për prezantimin e këtij plani Kellogg që u prezantua është prezentuar fillimisht ju prezentua të premten e kaluar, ju prezentua presidentit Putin atë takimin 5 orë që ata zhvilluan me Kellogg, më pas u prezentua dhe liderëve europian, pra në takim me presidentin francez. Pra, këto ishin zhvillime shumë interesante. Një zhvillim tjetër interesant është sepse po legjitimohet në një farë mënyre, do ta pranoj Putini, do të duket, po plani Kellogg që u vun tavolinë tashmë e legjitimon apo e ka pjesë të tij çështjen e mbrojtjes forcave të sigurisë së Ukrainës. Do ta trajtoj pak më vonë. Por ne kemi analizuar në këtë studio shumë herë që volumi i predhave, i armatimit, i municionit të shpenzuar në një luftë si kjo, që është një luftë e përballimit të vazhdueshëm non-stop 24/7 midis dy palëve të fortë, kërkojnë konsum shumë të lartë. Absolutisht. Dhe kjo ka ngritur pikpyetjen dhe misterin që, ku i gjejnë këto armë? Nuk paguajnë më. Këtë nuk e përballoi Rusia gjithë këtë kapacitet, po merr nga Korea e Veriut, po merr nga Irani, po merr sidomos nga Korea e Veriut. Pra, me sa duket ka kanale tjera furnizimit, përveç asaj që deklarohet, me sa duket shtetet europiane po shkundin ato pjesën e mbetur të periudhës luftës ftohtë, po shkundin edhe po ja japin Ukrainës. Kami bindur që Goxha mendon që jo. Goxha? Sepse thotë që kanë mbaruar ata këtë dhe herën tjetër. Po, do të kemi një parasysh. Si reziston Ukraina? Jemi një përgjigje. Nuk është çështje rezistencës, pra në çështjen e armatimit aktualisht është duke marrë vetëm armatime, është duke marrë vetëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kurse nga Evropa nuk po merr armatime, po merr vetëm mjete. Kush po merr armatime nga Amerika? Ukraina. Vazhdon e merr? Nga Amerika, po. Armatimet që janë të gjitha ato që janë miratuar nga presidenca Biden. Nuk u bllokuan ato? Jo, nuk u bllokuar, janë liruar dhe po i merr ato. Se dinim të Shtetet Amerikës. Është duke marrë ato. Armatime. Kurse nga Evropa nuk po merr armatime, po merr vetëm mjete. Në Evropa nuk ka armatime për këtë, po jep mjete. Pra mjete ja po jep auto blinda, po jep tanke, po jep Gjermania ka vendosur të japi 2-3 radar, po jo raketa, sepse nuk kanë më raketa, pra nuk kanë opsione tjera. Po këto Taurus që do jepen? Këto Taurus nuk janë dhënë akoma, këto janë akoma në këto kërcënimet, pra do i japin për këtë, ai tjetri thot po mi dhe unë do të sulmoj ty dhe vazhdojnë kjo loja diplomatike e kërcënimeve, pra është tipike. Secili do të nxjerrë ndonjë gjë nga kjo, pra përfitojnë nxjerrë nga njëri tjetri. Kurse për sa i përket, pra predhat e artillerisë kanë arritur të gjejnë një sasi të madhe predha artillerie pas rënies së regjimit në Siri. Po i merr Ukraina këto? Absolutisht, po i merr Ukraina. Janë predha artillerie të prodhimit rus, pra për mjetet lindore, pra ato që ka për topat e prodhimit rus. Dhe në para rënies së Asadit 120 mm apo dhe më shumë? 150. 152 kanë ata. Pra, përpara rënies së Asadit ishte niveli i predhave që përdorte, pra ishte 1/20.
Tashmë, po dhe Izraeli pse po i shkatërroka Izraeli nuk po shkatërron depozitat e armëve për që mos i marrë Ukraina? Izraeli po shkatërron depozita armësh, raketa dhe gjërat që mund të përdoren kundër Izraelit. Nga ushtria e Predhat artillerisë nuk mund të përdoren nga jo nga ushtria, por nuk mund të përdoren as nga grupet të caktuara, pra që Izraeli mendon se mund ta sulmojnë. Nuk mund të jenë atë distancë. Duhet diku këto predha artillerie kanë 36 kilometra, maksimumi 40 kilometra distancën rrezë, kështu që duhet të jetë shumë afër dhe është pa mundur përdorur. Ata po shkatërrojnë sisteme raketore dhe sisteme të radarëve, që cilat i pengojnë militarin se nga vinë predhat për topat dhe obuzët e Ukrainës. Diku të rreth 10-20 është niveli pre. Kurse në rastin e raketave, pothuajse ato mbrojtja raketore pothuajse ka përfunduar totalisht dhe këtë e vërteton të dyja dy fakte. Pra, para 2 javësh kishim rrëzimin e një avioni F-16 në territorin e Sumit që është rrëzuar nga një avion rus dhe kemi edhe goditje të avionëve Su-35 në zonën e Zaporizhës, cilat kanë goditur 50 km larg vijës frontit. Pra, derisa avionët kanë arritur 50 km larg vijës frontit, më thënë që raketat i kanë në munges. I kanë në munges. Po, duke qenë munges, tashmë nuk thonë me që duam raketa se skemi. Thoshin duam se skemi kur kishin. Ta që kanë mbaruar nuk më thonë më për atë punë, sepse ka probleme tjera. Në këtë mënyrë vazhdon rezistenca. Por është një rezistencë. Duhet të di dhe këtë edhe nga Redione Pikës në zotë Kisavi. Cili është misteri i rezistencës për mendim të përshon një nga i zbardhi Goxha që shkuar në mëndja dhe që shumë interesante për emisione, pasuron një informacion me drejën ekskluziv për mediat shqiptare, që kontingenti predhave dhe municionave pika nga Siria, sepse përputhen me kalibrin, me tipologjinë e armëve ruse që dhe Siria ka patur, ashtu si që ka Ukraina. Po, në përgjithësi, flite njëre që ka rënë shumë morali ushtrisë Ukrainase, që ka dezertime në masë. Tani, më duket prapë, është një energji e habitshme, sepse shumë analistë kanë pas vënë një lloj bazë ose kanë bërë një lloj analize që shumë shpejt, sidomos tani mbas tyre ndërhyrjes së Trumpit, pas misisë së re me Putinin, do kishte një demoralizim dhe një lloj dezertimi akoma të madh të vijës frontit. Si e gjykoni ju? Mendoj që të gjitha kanë qenë të vërteta. Dezertimi ka pasur gjatë gjithë 3 vitet të luftës, demoralizim ka pasur dhe mosha mesatare ushtrisë Ukrainës është rritur goxha herë në fund që kanë paga që rreth 43 vjeç mosha mesatare. Të gjitha të vërteta janë në fund. Kam përshtypjen që marrëdhëniet e mira që ka vendosur Trump me Putin kanë bërë të kundërtën, më shumë sa demoralizojnë e kanë forcuar atë moralin e Ukrainës që çfarëdo gjë që është duke ndodhur në fund ata do rezistojnë. Unë kam parë që sa i përket municioneve besoj që edhe shpenzimi është shumë i zhbalancuar. Pra rusët shpenzojnë shumë se sa ukrainasit janë shumë të kursyer sepse edhe nuk kanë aq mundësi kanë për të shpenzuar municionin në frontin e betejës. Unë shoh që ushtria ruse ka muaj tashmë që ka ngecur, le të themi, në disa pika. 3 pikat kryesore që kanë ngecur që nuk ka lëvizur prej muajsh janë thuajse të gjitha në zonën e Donjeckut. Është qyteti Çasivjarit që ka 1 vit të saj që është duke luftuar dhe që nuk ka bërë thuajse asgjë. Më tej se çfarë ka ndodhur para 1 viti. Është qyteti Toriecku gjithashtu në Donjeck, i cili u njoftua sigurisht e marrë nga ushtria ruse, nga Ministria e Mbrojtjes ruse madje para 1 muaji të saj, gjë që zakonisht kur njofton Ministria e Mbrojtjes do thotë që situata ka mbaruar. Ukraina si të arritën të kundërsulmonin, morën gjysmën e qytetit, pra vazhdon të luftohet. Është qyteti Pokrovsku gjithashtu që ka 1 vit që po luftohet dhe kam përshtypjen që ushtria ruse ka ngecur, si thua, në këto 3 pika në gjithë vijën e frontit dhe nuk është duke lëvizur. Ka shenja që mund të ketë një ofensiv të re të paktën në zonën e Zaporizhjes në jug të Ukrainës. Ofensiv ruse, se Ukraina, se kam përshtypjen, nuk kanë asnjë mundësi absolutisht të bëjnë asnjë ofensive për këtë moment. Në këtë pikë thash është e dyshin fakti nëse ushtria ruse ka ngecur vërtet për shkak të rezistencës ukrainase ose janë duke pritur çfarë do ndodhi në tavolinë. Që ajo që tha zoti Goxha dhe zoti Shala ndonë që armat amerikane vazhdojnë të vinë në Ukrainë. Unë mendova që Trump i ngriu edhe ndihmat e Bidenit. Kështu deklarojnë fillim. Që vazhdojnë që vinë, mund të vërtetoj, ka para disa ditësh ka qenë një goditje me raketa me HIMARS në zonën e Donjeckut. HIMARS janë raketa amerikane dhe ukrainasit para disa muajsh kishin probleme me raketa të tilla, do thotë që kishin përfunduar si stok që kishin. Fakti që kanë filluar godasin përsëri me HIMARS do thotë që kanë ardhur përsëri raketat amerikane. Dhe kam përshtypjen që ndihmat që ka dhënë, paketat që ka dhënë Biden vazhdon të jetë duke ardhur në Ukrainë. Tani kam unë memorin nga bima, po jemi dakord gjithë që
Trumpi tha që do bllokohen dhe ato ndihmet që janë akorduar. Kam përshtypjen që janë shkrirë, si blokimi do të thënë shkrirë. I bllokoi deri në momentin që ukrainasit pranuan të uleshin në tavolinë në Riad. Pra në momentin që pranuan, u liruan të gjitha. Po nuk është bërë publicitet, se fare, ka ngelur si gjysmë në herë, në fakt. Po të shohim mënyrën si Ukraina është duke luftuar, thashë shumë e kursyer në goditjet e saj. Kanë përfunduar goditjet dhe brenda Rusisë janë vetëm goditje me dronë. Ka sy, sepse ka vesh, ka satelit, ka informacion sensitiv. Jo, të çështje syve kemi një problem. Pas ka predha që vi nga Siria, ka raketa 3 HIMARS. Jo, të çështje syve kemi një problem. Të çështje syve është përcaktuar qartësisht që nuk ka informacione për objektiva brenda territorit të Rusisë. Pra ka informacione, inteligjencë dhe informacione të asaj quhet pessyt, vetëm për lëvizjet të ushtrisë ruse në territorin e Ukrainës. Nuk bën. Me rrezet gjatë veprimi, pra mund të bëj deri në 40-50 kilometra, se s'ka nevojë për ato. Nuk djeg dot rafineri nafte kështu. Nuk godet në objektiva të largët. Ata kanë goditur në rafineri, do të thotë se kanë burime tjera informacioni përveç tyre që kanë amerikanët. Rafineri do të kesh një kanë goditur rafineri. Rafinerit janë objektiva statik. Bëhet lla për goditje ushtarake të lëndë pra që ta dish kur ka mbledhur grupin, kur ka mbledhuar avionin, kur ka mbledhuar forca. Dronin atje duhet edhe satelit. E kupton? Satelitit janë amerikanë. Jo, dronët që ka përdorur për të goditur deri më sot rafinerit nuk i ka përdorur me satelit. Janë dronë që i ka prodhuar Ukraina, biles kanë qenë avion i harrova të një lloj tipi që e prodhon dhe Ukraina dikur dhe thjesht i ka kthyer në dronë dhe ata shkojnë deri 1500 kilometra. Pra me një GPS normal ai mund shkojë, mund lëvizi. Pra këtë ka përdorur. Kurse për raketat i duhet patjetër sateliti. Opinioni juaj për këtë gjë, do thonë mos po luan Trumpi me dy porta, pra do më thënë këtej është ky pacifisti paqëdasi me jeta aparatet e thella të Departamentit Amerikan të Shtetit kanë fituar terren dhe kanë bindur atë që shkojnë. Ne vazhdojmë të rrugën politike, por në ana tjetër shteti thellë vazhdon të dërgon armët, dërgon gjëra sepse gjithsesi nuk i dihet as Putini, nuk kemi pse i besojmë kaq shumë sinqeritetit i për shumë, po marrë si hipotezë. Kjo mendoj që në aspektin e negociatave është zgjidhja më logjikisht e pranueshme, sepse Trumpi nuk do kishte asnjë lloj leverdie të hynte në negociatat që kur të hyjë me Rusinë, me një Ukrainë që e kanë abandonuar totalisht, se i bie që Rusia pastaj të vendoste të vepronte si të donte ajo. Pra i duhet një lloj rezistence e mbrëmshme, i duhet ta mbajë zjarrin në një lloj mënyre të Ukrainës të ndezur, në mënyrë që ai ta përdori edhe kundër Rusisë, sepse nuk do kishte kuptim. Nëse nuk do të kishte më Ukraina fuqi për ta mbajtur vatrën e konfliktit, se do shkojë automatikisht atë Rusia mjaftonte të bënte një sulm të shpejt, mbase me të gjithë municionet dhe armatimet e veta dhe nuk ishte më nevojë për negociata. Pra, domosdoshmërisht Amerika te kërcënon Ukrainën e provoi, Trumpi erdhi dhe me dorën e hekurt e mbyll luftën për 4 ditë. Dhe se arriti dot dhe s'mund të arrinte dot. Ishte thjesht një propagandë. Kjo logjik që ti sapo implementon në këtë analizë është një logjik shumë racionale. Ndërkohë që Trumpi është kundër rrymës në mënyrën se si ndërton strategjitë e veta. Trumpi duket emocional në atë që është konteksti i komunikimit me publikun apo edhe me kanale diplomatike, por në fund ai është jashtëzakonisht racional në atë që është objektivi për ta realizuar dhe nuk punon kurrë në një front. Pra punon me Trumpi punon gjithmonë në shumë pista. Ka gjithmonë shumë pista. Këtë e ka treguar edhe në mënyrën e ardhjes së tij edhe deri presidenti i Amerikës. Se s'ka qenë vetëm një linjë veprimi. Dhe ku do shkojnë këto dy pista të dëshara, do thonë, këtë planin e ndarjes, ta marrë me radhë, planin e ndarjes Ukrajinës, Zelenski ka thonë që deri në 90% të kësaj nuk kemi kundra. Ta pranojnë rusët që të kenë zona amerikane, zona franceze, që u bënë qikë si shumë e hile duhet... Ajo ishë një keq interpretim, në fakt, ajo ndarja në zona si Berlini, e pranoj edhe vetë autori planit, me gjithë është bashkë autor, bashkë... Nesa i do në foshtë ndarja në 3-4 autoritete kontroluse. Ajo nuk ndatë në autoritete. Shiko, nuk po e krasojmë tash me periudhën e Gjermanisë, Gjermania ishte humë, se ishte kapitulluese tjerë, gjë që nuk shtonon komplet ky krahasim në raport me Ukrainën, po në parim është vendosur... Ja, kjo sharta, faleminderit që e nxjerrë. Në parim është vendosur që në një të ngrihet në vijën e frontit,
të spostohen nga 15 kilometra majtas dhe djathtas për të kriju koridorin, për të kriju zonën tampon, apo për të kriju atë zonën që mund të ketë një kontrol nesër, nuk është diskutu fare, po mund të jetë një varianti i Koreas, po mund të jetë edhe një varianti që të kontrollohet nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, pra nën autoritetet. Po fal, do lejo rusët që të ketë forcat armatosura të Europës Perëndimore në kufirin e tyre dhe atje pso për gjithë lufta atë. Shiko, këtu është gjitha tash, rusët kanë këmbgule, kanë vënë një nga kushtet e para, këte që nuk do të pranojnë, por plani është shumë i qartë ashtë, plani është shumë i qartë. Është ky plani Trumpit, apo së është ky plani Trumpit? Ky plani Trumpit, sepse e prezentoj i deleguari Trumpit, Kellogg, e prezentoj e i këte, dhe ja prezentoj edhe liderëve Europian, pra edhe Bashkimit Evropian, ja ka prezentuar edhe Ukrajinës, edhe Ukrajina ka rënë paremisht dakord. Pra, ka një ndarë, pra, janë fronti do të spostohet, do kryot zona tampon, dhe përballë zonës tampon nga krahu perëndimor do të ketë forca ukrajinase. Ma bëj pa, je pak në spite këtë hartët. Do ketë forca ukrajinase, edhe pas forca ukrajinase bëhet fjalë për rreth deri në 100 km, pastaj do jenë forcat e sigurisë. Pra, do diskutohet, sepse edhe aty e ka thonë pak e turbull do shtajo, sepse thot që forcat e sigurisë do jenë vetëm në anën perëndimore të lumit Dnjepër. Do të thënë që Krimea do njihet ndërkombëtarisht si pjesë e është hedhur edhe kjo që pjesë për ta bërë Trump që të pranoj, për ta bërë presidentin Putin që të pranoj këtë, është që të pranoj ekzistencën. Gati 25% e territorit të Ukrainës kjo që shohim. Mund ta njohë Amerika, por nuk e njeh Ukraina. Pra, plani thot që mund ta pranoj Amerika Shtetet Bashkuara mund ta pranoj Trumpi edhe gjendjen aktuale, pra të katër qarqeve, por edhe Krimen. Bile për Krimen, deklarimet e fundit janë që mund ta njohë si territor mund ta njohë si territor rus. Kurse këto nuk mund t'i njohë si territor rus, po si territoret që janë nën administrimin për momentin, se çfarë do bëhet nesër, gjithë kjo është pjesë e një plani, Pra, këtu gjërat u fryn, u qujt Berlini, u qujt humbje, u qujt... Ja ta shohim, ja se do merrem ide në fund emision me këtë gjë. Po? Është shumë interesante që unë nuk besoj që, pra, e para që nuk besoj që Trumpi do ta pranojë këtë plan, është thjesht një marrje hua e generalit Kellogg. Plani nuk është i Kelloggut dhe as i amerikanëve. Plani është i rusëve. Dhe rusët kanë lozur në mënyrë mjeshtërore, duke ofruar këtyre një plan dhe duke futur në një kurs të papar evropianët dhe amerikanët. Në dhjetor të vitit që shkoi, në tetor të vitit që shkoi, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë publikon një studim që e quan studim për veprimtarim politiko-ushtarake globale deri në vitin 2025. Dhe në dy faqe të kësaj jep edhe çështjen e Ukrainës, bile jep edhe një hartë. Dhe e ka ndarë Ukrainën në 3 rajone. Ja, kjo është harta, kjo është harta që ka publikuar Ministria e Mbrojtjes e Rusisë. Dhe pjesa poshtë me të kuqe është territori rus. Pjesa me të verdhë është territor që i përket shtetit Ukrainas me një qeveri pro-ruse, e ka përcaktuar qartësisht. Ndërsa pjesa e verdhë thot është territori kontestuar dhe thot territori kontestuar midis Hungarisë, Polonisë, Slovakisë, dhe Rusisë, dhe Bielorusisë. Pra, ju ka bërë, tashmë çka ka bërë? Kelloggu ka marrë këtë planin me këto treja dhe çka ka bërë? Ka menduar të bëhet i zgjuar dhe ka thënë që te kjo pjesa e tretë, pra te kjo që është e kontestuar, ç'a bëjmë? Fusim trupat NATO-s në mënyrë që NATO mos të dalë humbse totalisht, sepse luftën e humbi, po të paktën në rast se arrim të çojmë trupat e NATO-s në Ukrainë, themi që e fituam luftën se ne për këtë bën luftën, që të shkonim trupat e NATO-s në Ukrainë. Pra, totalisht Rusia i ka futur në lojë këta, dhe tash po lozëm një plan dhe ja kanë paraqitur Putinit planin e tij. Dhe i thonë, a jeti dakord me këtë planin? Ai thotë dakord jam, po vetëm trupa të NATO-s në Ukrainë nuk ka për të pasur. Dhe Shala, është komplet një përmbysje kjo analizë. Unë nuk mendoj këtu, ne flasim çka ka informacion zyrtar, jo çka ka... Në informacion zyrtar e ka publikuar Ministria e Mbrojtjes e Rusisë atë. Është informacion zyrtar i publikuar. Dhe, generali Kellogg... Ke edhe generalet, edhe shefi i shërbimit sekret Ukrainas, vjet në nëndor, doli dhe ka dhe një intervistë. Pikërisht flet për këtë plan, e hodhi poshtë totalisht, kjo është çmenduri. Ti referohemi para disa muajve është diskutuar ky variant që midis, domethënë do ngrihi
në front, pra në frontin e luftës do jetë vijandarse dhe do ishin përballë përsëri do të vazhdonin të ishin edhe forcat ukrainase dhe forcat ruse dhe 100 kilometra larg vijës së frontit do të ishin forcat e grupit të vullnetarëve. O si do ta bësh? 30 shtete. Tashi si do ta bëjmë? Këtë Kellogu si do ta bëj? Plani Kellogut duket flet sigur ka falimet, sigur është ka humbur Rusia. Është e koordinuara, thash, ditën e hanë presidenti Trump akuzoi si hera parë, unë përmend sapo thash në emision, e akuzoi Putinin si një nga tre shkaqet e luftës. Pra, asnjë rëndësi, Evropa ka 3 vjet që thot një gjë. Pas asaj, ky plan ju prezantua europianë. Pas kësaj, presidenti Trump kërkoi që Rusia duhet lëviz shpejt. Pas kësaj i kërcënoi përsëri që ne mund të tërhiqemi fare. Të gjitha këto nuk kanë qenë, nuk do të thotë që plani Kellogu është një plan i Putinit. Se po të ishte një plani, atëherë, akoma më mirë, nëse është plani i Putinit, le ta pranoj Putini që është ky plan i plot. Pra, kur sa i plani që po shpalosni ju që ka dhënë Rusia më përpara është komplet ndrysh nga kjo që ka paraqit Kellogu. Ku është ndryshimi pra në 3 zona e ndan edhe i vetmi ndryshimi i disa sajtë të Rusisë dhe Kellogut është që do të ketë forca të NATO-s në këtë pjesën e kontestuar që thonë rusët, pra në këtë pjesën e tretë, edhe do të thonë që do ekzistojë ushtria ukrainase, ndërsa rusët thonë s'ka për të pasur ushtri dhe s'ka për të pasur forcat NATO-s. Ku është ndryshimi? Është ndarë në 3. Për ashtu zonën që kontrollohet nga rusët, gjithë zonën tjetër ka suverenitet shteti Ukrainas. Nuk diskutohet këtu ndarja në zona, nuk është Berlini. Po cili sovraniteti është? Sovraniteti është në gjithë territorin e shtetit, kur e ke humbur në një pjesë, do të thotë që ke në pjesën tjetër. Pra ushtria ruse për 2 nga 3 pjesët, shumë mos se kupton. Po për çfarë do të çfarë ka këtu që u ndan në 3 pjesë? Po kush po ndan në 3 pjesë? Po se ndan dot pas se detyron pra dot. A kemi 3 ngjyra. Po e kemi pra po flasim sigur. A kemi 3 ngjyra. Po pra po. Ato është gjithë hipotezë, nuk është një gjë. Po këtë po flasim sigur dje kapitulloi Rusia dhe tash po e ndajmë. Dakor, të më lër të gaboj, s'ka problem. Ti ke drejt, unë kam gabim, po më lër ta artikulloj gabimin tim. Tani, në një nga ngjyrat, ajo që është në afër detit Zi, pra ku përfshirë dhe Krebeja, autoriteti i plot i Rusisë duhet i njohur. Në pjesën e ndërmjetme dhe në pjesën e sipërme, sovraniteti i Ukrainës, këtë thotë zotë Shara, është i plot. Këtu kemi ngjerur në debat. Kësavi? Kam përshtypjen që 2 planet nuk janë të ngjashëm, nuk janë një lloj me tjetrin. Pa nuk je dakord me Goxhe? Jo, nuk jam dakord sepse thotë që janë copy-paste një tjetër. Jo, nuk mendoj se nuk kanë lidhje me njëri tjetrin. Harta e Rusisë është nxjerrë disa herë gjatë këtyre 2 viteve të fundit, disa herë kanë nxjerrë harta Medvedevi për shembull që e çojnë thuajse deri në ministrisë më lere Medvedev, se Medvedevi ka çuar deri në Poloni, tash mos Medvedevi postin aty ka nuk është njëri në rrugë, domethënë që nxjerr harta. Mbrojtës është zyrtar. Kështu që po, edhe Medvedevi zyrtar është. Nuk po se ka bërë ai deklaratën nga në mbledhjen e Këshillit të Sigurisë. Pra atëherë marrim zyrtarët. Nuk janë të ngjashëm me njëra tjetrin. Por është ndarë në 3 zona. Por tani zonat janë ndarë në mënyrë të njëjtë. Dashën 3 zona në çdo mënyrë. Kjo nuk do të janë në mënyrë të njëjtë. Po nuk janë ndarë në njëjtë sepse aty ke zona e mesit të plani rus, sot qeveri pro-ruse. Fusi bazimisht nuk ka qeveri pro-ruse në këtë rast. Mirë, pra, si zonë, po flasim si zonë, nuk po flasim se kush administron. Kush administron është komplet diçka tjetër. Po administrimi shumë i rëndësishëm. I çon NATO, ja çon Rusisë. Aty s'ka ja çon në pjesën e jeshile, po të shohësh ti bie të realizosh atë që ka qenë qëllimi fillestar. NATO ja çon der Rusisë tek zona e pushtuar dhe që normalisht juridikisht do të kthehet në territor rus. Ky plan mund të jetë një mënyrë hileqare për të futur trupat franceze dhe britanike në Ukrainë. Po këtë rrim aty të vazhdojmë ty, ta fillojmë ty mbas publicitetit. Sa më faqet ndërpreva, publicitet dhe rikthehemi për minutazhin e fundit.